Një ditë, një djalë i ri i shkëlqyer në mësime aplikoi për një pozicion si menaxher në një kompani të madhe. Ai kaloi me sukses testin me shkrim dhe intervistën në grup. Më pas e priste intervista përfundimtare me drejtorin të kompanisë. Gjatë intervistës, drejtori vështroi CV-n e djalit. Vuri re se ai kishte rezultate të jashtëzakonshme dhe gjithmonë kishte qenë nxënës i shkëlqyer. Drejtori filloi të pyes: "A ke marrë ndonjë bursë gjatë shkollës apo universitetit?" "Jo," u përgjigj djali i ri. "A ishte babai yt ai që paguante për shkollimin?" "Babai ndroi jetë kur isha 3 vjeç," shpjegoi ai. "Ishte nëna ime ajo që pagoi për gjithçka." "Ku punon nëna jote?" pyeti drejtori. "Zotëri, ajo punon si lavandiere," u përgjigj djali. Drejtori e pyeti: "A mund të më tregosh duart e tua?" Djali tregoi duart, ishin të buta dhe të mirë kujdesur. Drejtori vazhdoi: "A ke ndihmuar ndonjëherë nënën tënde të lajë rrobat?" "Jo. Ajo gjithmonë më thoshte të mësoja dhe të mësoja më shumë. Përveç kësaj, ajo i lante shumë më shpejt sa unë," tha djali. Drejtori tha: "Ktheu sot në shtëpi, laj duart e nënës sate, pastaj ktheu dhe do të flasim për punë." I gëzuar nga mundësia, djali u kthye në shtëpi dhe i kërkoi nënës që t'ia lante duart. Ajo u ndjej çuditshëm por edhe e lumtur. Me emocione të përziera ja tregoi duart. Djali nisi t'ia lante me kujdes dhe syt ju mbushën me lot. Ishte hera e parë që vuri re se duart e nënës së tij ishin plot rrullo, plot plagë dhe disa prej këtyre plagëve e lëndonin aq shumë sa që dridhej kur prekeshin nga uji. Ishte hera e parë që e kuptoi. Ajo i lante rrobat çdo ditë vetëm që ai të shkonte në shkollë. Plagët në duart e saj ishin çmimi që kishte paguar për shkollimin e tij. Pasi përfundoi, lau dhe rrobat e mbetura në heshtje. Atë ditë bisedoi gjatë me nënën e tij. Të nesërmen shkoi në zyrën e drejtorit. Drejtori e vuri re se kishte lot në sy. "Çfarë bëre dje?" "Lava duart e nënës sime dhe i lava dhe rrobat që kishin mbetur." "Si ndihesh tani?" e pyeti drejtori. "Së pari, tani e kuptoj çfarë do të thotë mirënjohje. Pa nënën time nuk do të isha këtu. Së dyti, duke ndihmuar kuptova sa e vështirë është fitosh diçka. Së treti, mësova sa e vlefshme është familja." Drejtori buzëqeshi: "Kjo është ajo që kërkoj tek menaxherët e mi. Dua dikë që vlerëson ndihmën e të tjerëve dhe kupton vështirësitë që të tjerët përballojnë për të arritur diçka. Je i punësuar, sepse nëse dikush nuk i kupton sakrificat që të dashurit e tij bëjnë për t'i siguruar një jetë të qetë, ai kurrë nuk do ta vlerësojë atë jetë. A mendon se ndonjëherë duam të arrijmë lart pa parë sa poshtë janë përkulur ata që na çuan deri atje? Ndaje mendimin tënd në komentet më poshtë. Zotit bekoft.